Është brilante ajo që ka ndodhur. Ju doj premtimi për pasaportën europiane kryeministrit ton, edhe pse ka tentuar në ata që s'kan pa lajmet shumë ta rithot, në fakt as 2029, as 2030, as mandati 4, as mandati 5, edhe është rikthyer tek premtimet klasike të famshme për Edi Ramën, ujë, 24 orë, edhe drita dhe buku. Një gjëra kështu mesjetare. Pastaj shumë pak, ndërkohë që gjithë pjesa e banuar dhe e populluar e Shqipërisë fillon së do të ketë 24 orë ujë totalisht, siç ka sot pjesa më e madhe, kuptove? Nuk kemi drita ne a thu, unë them që je gabim shumë, po je gabim fare. Nëse historirat vjetra dhe të vogla këto, unë them të japim prioritet të mesazheve. Vjen shumë keq për telefonuesit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, cilët nuk i kalojnë dot në linjë nëpërmjet WhatsApp-it, duhet përdorur metoda klasike. Dhe tani, mirëmëngjes, me këto që po ndodhin është vënë në zbatim ajo shprehje e famshme, kokat hëngshin. Amin thot. Dakor, amin. Ndërkohë, asfalti elektoral në... se i bukur që ka. Asfalt elektoral në fshatin Boçov të Fierit. Dhe qeka, nuk qeka si asfalt elektoral, qeka si një gjyshe që po bën një triko kreative për nipin. Ky është asfalt, ky është stabilizant. Një shkallë më lartë se çakulli, e bukur shumë. Ja dhe lokali i fshatit Boçov, është pak e paqartë nga po vjen. Nga po vjen. Ere, bukur. E heqim regjia, dakord, faleminderit. Ndërkohë do të vazhdojmë me tjera mesazhe. Mirëmëngjesi Flavio, po humbasin kriminalet dhe erdhi dita të hanë kokën dhe të fitoj populli. Më thot Toni nga Anglia, cilin e përshëndes, dhe me që jemi të Toni nga Anglia. Tauland Balla kishte një takim dje me shqiptarët në Angli, por kishte shkuar me sa duket të takonte bodyguardët e vet, kishte më shumë bodyguard se sultani i Bruneit, më shumë bodyguard se Gaddafi, nuk e dim nga kush ruhet. Kishte edhe një kompani balerinash me vete, nga këto balerina, një ensemble balerinash popullore. Kemi një pamje nga Rama në Angli. Falangët e Tauland Balls, Edi Rams, fillun e mprepsonte, u lajmëroi policia. Ka dhe një tjetër më mbrapa për përshëndesje. Ma shumë janë bodyguardë se njerëz. Tauland Balla, o hajdut. 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 Hajde. O kriminela, keni mush. Hajde. Që si paguni me valle, si s'kan tur. Ja dhe balerinat. Mirë. Më bën shumë për qeshë, imagjino ti është deputeti më i votuar në zgjedhjet e fundit politike, ministër, deputet disa mandate, të shkosh për takuar bashkëdhëtarët e tu dhe fjalja e parë që thonë, "O hajdut!" Poezi.